Motra e Gimbos. Ajetja ka folur në një emision për dasmën që Gimbo dhe Selin organizuan në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ajo tregoi se ata ishin një çift shumë i bukur dhe se mbështesin plotësisht rrugëtimin e tyre dhe marrëdhënien që kanë krijuar. Ajetja shtoi se në sytë e Gimbos dhe Selin ishte një marrëdhënie që mund të vazhdojë edhe jashtë shtëpisë së famshme. Nuk se neve na duket yll. Nuk besoj se ka patur një dasëm më të bukur se ajo që keni parë në shtëpinë më të famshme këtë edicion. Shumë të lumtur janë prindrit, është dasëm e spektaklit, tradit, nuk është se e morën prej vërteti, atë do ta bëjmë jashtë. Ata dukeshin shumë mirë, shumë çift i bukur. Selina dëshmoi që mund të jetë një nuse e Kosovës me traditat tona. Nuse do të jetë ashtu me veshje kombëtare, po ashtu dhe muzika kombëtare. Nuk kemi komunikuar me prindit e Selin, presim kur të dalin nga shtëpia. Me rrugtimin e tyre do të presim si do të shkojnë gjërat. Ende nuk kemi raport. Ne jemi ana e dhëndrit, duhet të hedhim edhe ndonjë hap. Rogerti na mërziti me gjësin që bëri, por përgëzoi Gimbo dhe Selin për qetësinë që shijuan dasmën e tyre. Edhe në jashtë po të njëjtë, menduam që është thjesht një lojë. Unë si motra e gëzimit duke e njohur dhe më parë shoh lumturinë dhe gëzimin dhe te Selin, mendoj që dasma do të zgjas edhe jashtë. Tani besoj edhe se Selin ka të njëjtat ndjenja. Në fillim nuk kishim të mendim, por tash më dallohet interesi i saj. Ne gjithmonë e mbështesim, deklaroi motra e DJ Gimbos.